Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Shqipëria do goditet nga tërmetet. Parashikimi i Baba Vangës për vitin 2026. Baba Vanga, bullgarja me emrin Vangelina Pandeva, e njohur si Nostradamus i Ballkanit, ka jetuar nga viti 1911 deri në 96-ën dhe ka lënë një seri parashikimesh të frikshme për vitin 2026. Parashikimi i saj i parë është takimi me alienët. Baba Vanga parashikon që në nëntor të 2026-ës njerëzimi do të bëjë kontaktin e parë me inteligjencën jashtëtoksore. Ajo sugjeron një anjek kozmike që hyn në atmosferën e tokës. Ky kontakt mund të vijë nga një qytetërim i panjohur që thuhet se është tashmë në planetin Tokë. Parashikimi i dytë janë katastrofat natyrore. Parashikon shumë tërmete, sidomos në pjesën e Ballkanit, tornado dhe shpërthime vulkanike gjatë vitit 2026. Ajo sugjeron se rreth 8% e tokës mund të përjetojë pasojat të rënda të motit ekstrem. Vendodhjet e sakta mbeten të paqarta, por ndikimi pritet të jetë global. Një parashikim tjetër janë konfliktet globale. Baba Vanga parashikon trazira dhe fillimin e një lufte të mundshme botërore. Ajo përmend tensione midis fuqive të mëdha, përfshirë Rusinë, SBA-n dhe Kinën. Kjo mund të çojë në paqëndrueshmëri politike dhe ndikime ekonomike globale. Gjithashtu, profecitë sugjerojnë se inteligjenca artificiale do të transformojë industrinë dhe jetën e përditshme. Viti 2026 shënon një pikë kthese për teknologjinë. Ekspertët po interpretojnë si një paralajmërim për kujdes ndaj avancimit të makinave që mendojnë. Një tjetër parashikim është vdekja e Putinit dhe udhëheqësit e rinj. Baba Vanga parashikon ngritjen e një udhëheqësi të ri rus në vitin 2026. Kjo mund të jetë pasoja për fatin e Ukrainës dhe politikën globale. Parashikimet ngrisin pikpyetje mbi të ardhmen e Putinit dhe strukturën e re të udhëheqjes botërore.